Zyrat e rregullatorit të energjisë u bllokuan sërish mëngjesin e së njëjtës nga disa aktivistë të nismës asnjë cent më shumë për të kundërshtuar shtrejtimin e paralajmëruar të rrymës për 15% nga muaji prill. Aktivistët u mblodhën para zyrave të ZRE-s në orat 8 të mëngjesit, duke tentuar që të futën brenda hapësirave të këtij institucioni, por sërish hasën në pengesë nga pjesëtarë të policisë, që ishin në numër të madh. Teksa e konsideroi të parësyeshme praninë e madhe të policisë, aktivisti Dibran Hoxha i ka kërkuar kryetarit të bordit të ZRE-s Ymer Fejzullahu të zotërohet se nuk do të ketë shtrejtim të rrymës. Prej Ministrisë së Ekonomisë deri te qeveria e Ministria e Brendshme janë mobilizu që përmes ZRE-s mja rujt fitimin kecit në dëm të interesit qytetarëve. Sot kanë ardhur 30-40 polic, pa kur farë sensi, ndaj 10-15 qytetarëve që protestojnë. Qëllimi jonë nuk është me kry kur farë akte agresioni, nuk e di që kanë menu që po bëjmë në akt terrorist, na jem të i frikëzu të drejtat tona demokratike për me dalë edhe me protestu. Hoxha ka shprehur kritika edhe ndaj deklaratës së ministres së ekonomisë Artane Rizvanolli dhe drejtuesve të ZRE-s. Kur do në mja mbrojt interesin kecit, edhe i qetë 30 polic, edhe dela i kryeshefi ZRE-s të gjeni rrymën ma lirë, edhe ministra Rizvanolli thot duhet me shtrajtu se i kena do hesape, kjo nuk ka kur farë sensi çfarë të ndodhë në këtë shtetin tonë. Një ditë më parë, aktivistë të kësaj nisme bllokuan zyret e ZRE-s me që rreth 12 nga ta u shoqëruan në polici për t'u liruar më pas. ZRE-ja të njëjtën ka bërtëditur se nga 4 deri më 10 prill do të organizojë takime bilaterale ku do të marrin pjesë nga një përfaqësuesi të gjitha palëve të interesit që kanë dërguar komente. Sipas ZRE-s, më 11 prill do të përmbyllet procesi konsultativ dhe përgjigja ndaj komenteve. Kundër propozimit për tarifat e reja të energjisë, më 5 prill do të mbahet protestë në Prishtinë, e thirrur nga nisma asnjë cent më shumë.